Përshëndetje, a jeni mirë që sheni? Apo do një musafir? Që sheni, a e mirë? Shfrytëzoj rastin në emrin tëm të familjes, ku ngushtu provu, inshallah i lëmë havës të kemë xhenet. E ju i çon forcën e gajrit. Në orçat me Alitin, me vizitu. Në këshir, çekeni hallat që shënin gjendjen. Shqipe, përshëndetje. Përshëndetje. Jena në Skenderaj, familja 5 antarësh Shqipe Ramadani. Shqipja është me 4 fëmijë, burri i ka vdek, jeton me qira, me ndim, ato janë gjithë dorën kush sa të mundet. Po me gjithat, na do të mësojmë më shumë për historinë, jetën e saj dhe të fëmijëve të saj me vetë Shqipja. Shqipe, paka shumë, Bekimi edhe shoqënia tjetër na kanë folë për ju, për jetën e juaj, për historinë e juaj. Ç'është po jetoni sot? Jetoj me 4 fëmijë, burri vdesi dhe në fundes. Gjeneraturi kam mytë. Në me 4 fëmijë që shtot. Falenderoj kush ka një mundi i tash. Ta fëmët e burrit, e zakun e burrit. Pranojnë e banesa, falenderoj shumë, se s'm ka morë qëra, masi m'ka vdek burri. Kush m'ka një mua, Allah e shpërblet. Inshallah Zoti mëshiron. Zoti ju lash nash ju. Falenderoj që një orë, vishme një social, 170 €. Kush po më mujnë që shto ta burrit, falenderoj për tyne, që shko moj që shto për gazet. Mi jo kemi tunë që të banesa në e dikë. Tjetër që një banes me qëra, po e ko ma shtrejt, e smojten, dojnë këto ma dirë, e pesu ditë burën, ka diru prej qëra, e prej rrime, prej stana, falenderoj shumë për në. Ani Zoti e shpërblet. Alloj, qështu, e që të social me të një mu, se ja, mos më ka më një mu, zdi që a kisha bo. Me i social ka, që ma bo me ta? Shqipe, unë e thash që në ka folë Bekimi, në kanë folë familjartë për historinë e juaj. Na sot këna orë me dëgju vetë nga ti që shpëjeton hallet, dertet e juja, edhe me të dhoni lajmen se na ja u këna bleni banesë. Faleminderit shumë për juve, Allah ju shpërblet. Një të sen kush e ka qitë, Allah ju shpërblet. Bashkë me mu është Bekimi, pjesë e jona, mëti, Bekim, në ka ra rast shpesh me vizitu shumë familje, edhe kam pa që për këtë rast në ke folë 2-3 herë, se është një familje, Bekimi, unë kam angazhu me, u interesu me gjithë një banes, edhe Bekimi emri, Bekimi të ka bo që banesa tjetë me një qmim shumë më të boleqëm se sa është shmimi real i tregut. Që shpëndijesh, Bekim? Lusë madhen zëtë, ty e ke stafën e shoqatës. Allah e me shpërblimet mira, po edhe gjitha ta bamirë sa donatorë, ka e në rozullin toksorës, që po e ndihmojnë këtë mision të shajt ju jenë. Në pokursejnë bugjetin e vetë. Është një ndjenje pa përshkrueshme atë. Thot një nanë me 4 fëmijë, 3 vajza në djalë. Thot në moshën 15 vjeç, që të katërt. Ashtu siç tha Shqipja. Fati ka desht kështu, inshallah do Zoti Shqipës edhe fëmijëve jap Zoti shëndet, kanë patur këto. Juve Allah i madhe ku shpërblet edhe njerë, juve dhe gjithë donatorët që kanë kontribu. Edhe për Shqipen sot, po edhe për shumë familje tjera, shumë vepra tjera të mira, që jeni duke i bo për çdo ditë. Kënaqësi e papërshkrueshme, kur njeri mund bën mirë, neve kemi bisedu shumë raste, edhe në kaluamën e kemi vizitu shumë familje në kaluamën, jo vetëm Skënderaj, po në për shtete tjera të Kosovës. Ashtë kur njeriu mund bën mirë, tjetrit i qysh zemra të rritet prapë. Alhamdulillah.
Çdo timër. Vallahi, po. Po. Inshallah i lumizet na jep mundësin me ja zgjat dorën atij që ka nevojë. Amin, inshallah. Faleminderit Bekem. Na do të shkojmë bashkë me Shqipen edhe Shqipja i ka 3 qika një djalë. Te banesa reja vlen me theksu se familjarët e Rahmetlis janë organizu për me janë gjitë dorën Shqipës dhe fëmijëve të saj. Edhe i kanë të budhë 10.000 euro, i kanë qitë në gjiro llogarinë e shoqatës tonë. 48.500 euro është bo banesa me gjithë mobilim, $30.000 hakef makulli me banim në Amerikë, inshallah zoti e shpërblen. Sot është gjumë, po gëzohen jetimat me nanën e tyne, kur gëzohet jetimi, gëzohet edhe vetë zoti. Hakif familjar Bekim, zoti ju gëzof me familjet e juja edhe gjithë juve donatorve kudo që jeni. Amin. E juve Shqipe për haju ku banesa re, e gëzofshi. Na po shkojmë. Falenderoj të gjithë donatorët, edhe juve, kush një cent e ka qitë Allah e shpërblit. Amin. Na po shkojmë të banesa re Shqipe, me t'i dhonë qelsat, aty janë shket gati, këtë e mobilium, edhe ju pisët muni me jetu në banesën e një. Po shkojmë. Hajde me pisë. E na erdhëm të banesa e re, unë i kam qelsat në dorë, qelsat po pret mi marë Enveri, djali vetëm i kësaj familje, po unë kam derin me pas Bekimin me veti sëd, e qelsat për e Bekimit, e Bekimi e jep Enverit e qelë derin. Allah e shpërblet. Amin. Në vazhdim me në qelsin e gëzofshit banesën. Hajde, bon, bismillah. Hajde këshum pjesën tjetër amena. Salon, kuzhinë, edhe një balkon ku ka qamë. Na jem konakun e rritë është Enverit, bashkë me 3 motra edhe nanën. Kjo është banesa, unë edhe njëherë du ta falenderoj Bekimin, ka dhënë një kontribut se ka folë me pronarin e banesës. Banesa është 84 metër katror, 48.500 me gjithë mobilim, pra ka bo zbritje edhe pronari. Donatorin në Amerikë Hakion, Haki Bakollin, zoti e shpërbleft, ka dhënë $30.000, 10.000 euro kanë mbledh familjarët e Rahmetlis. Pjesa tjetër që ngel, do të plesohen listat e donatorëve gjithë për këtë familje. Shqipe, banesa që shtë dëfë? Shumë e mirë. Faleminderit prej krejt donatorëve, prej teje, prej zotër Bekem, prej tonëve. Të na se bep për marë me të vizitu bo Bekimi, na ka folë disa herë, e zoti i shpërblet Bekimin e krejt ata që u bonë se bep për më botë në Falenderoj banesë. donatorët e Bekimin e ty, e krejtve. Kush e ka qitë një cent, Allah e shpërblit. Na lusim Zotin që fëmit me pas shnetën, e jetën e gjatë, e me i bo Zoti edhe këta bamirës, kur të rritën e me janë gjitë dorën atyne që kanë nevojë. Shqipe, unë e kam një histori të vogël, du me thonë. E kem në një shok donator bamirës që jetën në Gjermani. Ju ka rritë djali vetëm, edhe ka nis ka pak me punu, e rrogën e parë, kur e ka marrë, ja ka qu babës, po ja ka dhonë 100 euro babës me bletit dishka vetë, edhe 100 euro nanës vetë. Ky bamirës është e i sprovum edhe me një vajzë të smurë.
Më ka thonë Halil që të 100 ershin tem që ja ka shkru emrin e djalit në pare, ku të shkojsh edhe ta gjojsh dikun që të flenë zemrat ti, leje që aty. E une që të 100 ershin për jalan berit. E ju ta lutni Zotin Faleminderit shumë për ti. për ata, e sidomos për qikën e ti që kjo është 100 ershin me emrin e djalit vetë. Rruga e parë, 15 vjeçar të punon kapan, e unë për talon ty në berë, Faleminderit shumë. e ti lutu për ta, e sidomos për vajzën e kësaj shtëpie. Zoti ju rujt juve, ju shpërblet. Faleminderit me krejt. E aj që s'po du mja përmen emën që mi ka dhonë këto pare, Zoti e shpërblet, Zoti e shëru vajzën, e djalit jetë gjatë, e inshallah i bja rroga tjera në familje. Kjo është gëzimi kësaj dite të gjumë, shqipja me fëmijë u bo me banes, sebe bekimi me familjarët e burrit vetë, sebe ju që po derni nga djersa juj në gjiro llogarinë e shoqatës tonë. Zoti kur mos ju humbë, Zoti ju rujt juve bashkë me familjarët e juj, ku të qeni. Na shihemi në gëzimin e familjes tjetër. Faleminderit e gëzofshi. Faleminderit shumë. Allah i shpërblet. Aner e gëzofsh. Allah është shpërblet. Allah i shpërblet edhe ty bekim. Para e Shqipës. Faleminderit. Allah i Para e shpërblet. Shqipës.